Gruaja e Ferës shpërthen ndaj etiketimeve që janë bërë si modele, ja çfarë i thot ajo. Ferënit Shabani, njohur si Fero, bëri bujë të madhe me rikthimin e tij në dashuri pas një divorci të vështirë që mori kritike e komente të ndryshme mbi jetën e tij private. Pak kohë më parë Fero zbuloi se ishte martuar sërish pas ndarjes nga Arbenita Ismaili me Nita Bajramin, e cila është tashmë në qendër të vëmendjes për mediat e fansat e tij. Kjo ngjarje solli një val reaksionesh nga ndjekësit e tij, madje duke etiketuar Nitën si një modele. Megjithatë, Nita ka reaguar ndaj këtyre etiketimeve që nuk i kanë pëlqyer as pak. Ajo shprehu pakënaqësi në një post në rrjetet sociale duke shpjeguar se për të modelingu ishte një dëshirë adoleshencës dhe vetëm kaq. Ajo theksoi se ajo ka ndërtuar një karrierë të saj dhe nuk dëshiron që të quhet me një epitet të tillë. Karriera e saj tregon për ndihmën e saj në organizimin e aktiviteteve rinore e punëve të komunitetit. Nita ka zhvilluar një angazhim të veçantë në ndihmën e rinisë dhe nxitjen e shprehjes artistike, duke bërë atë një figurë të njohur e të respektuar në ambientet sociale. Çështja e etiketimit të femrave si modele ka qenë gjithmonë debat i nxehtë, sidomos për shoqërinë shqiptare, teksa një pjesë e kësaj arritje është edhe angazhimi i saj në fushën e modës, ku ajo përpiqej të sillte frymë të re të ndryshme. Ajo populon me disa dizajnerë të famshëm për të krijuar koleksione që përfaqësojnë stilin e saj unik, duke treguar se më shumë se një modele, ajo është një krijuese dhe një inovatore, dhe nuk i pëlqen të quhet vetëm modele. Teksa postimi i Nitës që jeton në Irlandë, shkruajnë ndër të tjera: "Nuk e di pse unë shihem si modele në çdo postim që bëhet rreth meje, kur hera e fundit që unë qëndrova përpara kamerave ishte në moshën 18 vjeç në javën e modës së Londrës, e vazhdova 15 vjeç dhe faleminderit që gjithmonë kisha familjen kudo që isha unë. E shijova pjesën e modelingut dhe kur isha adoleshente, por tashmë kam prioritete. Vazhdova të studioj në karrierën akademike të drejtësisë në UCD dhe mu dha mundësia që të bëj një internship me Dilen e Ustajt dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, ku vendosa që të vazhdoj përpara me diplomacinë. Jam momentalisht në semestrin e fundit të universitetit dhe pjesë e IAS dhe marr pjesë në evente dhe prezantoj Kosovën. Duke parë që mamaja ime ka punuar në diplomaci në Irlandë, duke ndjekur hapat e saj, më bëri që të vlerësoj se sa larg të gjithë kemi ardhur, se sa e bekuar kam qenë të shikoj punën etike dhe forcën që prindrit e mi më kanë demonstruar", ka qenë postimi i Nitës.